është momenti tani që ne të zhvendosim të shkojmë edhe më larg, do të shkojmë me Sonjën në Turqi, sepse do të kemi një lidhje drejt për drejt atje me një nga përfaqësuesit e shqiptarëve të Turqisë. Absolutisht do të pyesim pak edhe për situatën që ka përfshirë këtë vend për shkak të tërmetit që ka goditur vetëm përpara pak orësh Turqi, nga që një tërmet me magnitudë 6.1 ball, kështu që shkojmë tek Sonja fillimisht dhe më pas do të jemi në Turqi me të ftuarit tanë. Po, faleminderit Kristi. Në fakt do të shkojmë drejt të Stambollit për një lidhje të drejtë për drejtë me kryetarin e shoqatës së Vatra të shqiptarëve në Stamboll, Bora Zukali, dhe ndërsa unë pres nga regjia të kolaudoj lidhjen e drejtë për drejtë dhe e kam në këtë moment në ekranin e madh, dua t'ju them të nderuar televizionistë se pyetjen e parë të cilën ne kishim planifikuar ta kishim pikërisht për integrimin e shqiptarëve në Republikën e Turqisë, do ta bëjmë fakt për tërmetin, për shkak se lajmi i shpërndar gjatë ditës djeshme nga agjencitë ndërkombëtare të lajmeve për një tërmet të fuqishëm në Turqinë perëndimore sigurisht ka shkaktuar shqetësim. Zoti Zukali, mirëmëngjes, mirë se erdhët sot në Radio Televizionin Shqiptar. Mirë se erdhët në Tiranë nëpërmjet kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Shqipëri, ju përshëndes nga Stambolli. Mirëmëngjes. Zoti Zukali, si është situata? Çfarë thon lajmet e fundit për tërmetin e fundit që ra gjatë mbrëmjes së kaluar në Turqi? Ka dëme të konsiderueshme, flitet për shembje banesash, por a ka dëme të konsiderueshme material dhe a ka humbje jetësh tek njerëzit? Në këto lajmet që i morëm këtë dije, deri sot, deri në këtë orë, asnjë rrezik nuk ka, një humbje nuk kemi nga popullsia. Kjo është një rezultat i mirë. Vetëm 3 banesa, 3 apartament edhe një zyrë janë rrëzuar nga tërmeti, edhe për këto janë kanë bërë një mbështetje për të ngrerë këto mbledhurina të çdo gjë. Vetëm në ato vendet asnjë njeri nuk jetonte, edhe ajo është një shans. Edhe ato vendet për këtë moment asnjë njeri nuk jetonte në ato pallatet. Prandaj është një avantazh. E kuptoj. Dhe ky është lajm i mirë në fakt që nuk ka fatalitete në jetën e njerëzve. Do të flasim bashkë zoti Zukali në fakt për integrimin e shqiptarëve në Turqi, sepse atje jeton një komunitet i madh prej shumë vitesh, të cilët kanë lëvizur nga Shqipëria drejt Turqisë për arsye të ndryshme, historike, kulturore, familjare, të kërkimit të një jete më të mirë, të rritjes së mirëqenies për familjet e tyre, dhe vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por edhe shqiptarë nga Kosova. Nga Stambolli ku ju jeni, që është një kryeqendër, më duhet të them, e Turqisë dhe e lidhjes mes 2 kontinenteve, europian dhe aziatik, drejt Izmirit, drejt Bursës, pra në skajet më të largta të Turqisë ka shqiptar. Sa është numri i tyre në Turqi dhe si janë integruar ata në jetën turke? Tani shqiptarët që janë në Turqi kanë 3 kohë, sepse koha e para nga 1912, nga lufta Ballkani edhe nga lufta botërore më përpara. Fazi i dytë nga 1940-50, edhe fazi i tretë nga 1990 pas që kanë ardhur nga sistemit komunizmit që u rrëzua që atëre. Edhe këtu shqiptarët vërtet nga të gjitha anët e Turqisë, jo vetëm në Stamboll ose në kryeqytet nga çdo ana, nga të gjitha anët e Turqisë jetojnë. Nga Endreneja, nga kufijnë e Grekisë, Gerën Agri ose Detizi, nga të gjitha anës e Anadollës, të fundit e Turqisë, dhe ato zonat jetojnë. Vetëm shqiptarët kështu një gjë, të gjithë kanë atë lidhjen të fortë, sepse ku kanë ardhur, ku kanë emigruar, njëri tjetrin e kanë mbajtur, edhe ato zonat kishin lidhje të fortë, edhe ato mahallat si Shqipëria e vogël. Për shembull, në ato vendet të gjithë me zakonet, me traditat jetonin. Edhe në Turqi, që atëherë deri tani, më të paktë 13,5 milionë shqiptar jetojnë. Është një numër i madh i shqiptarëve që jetojnë në Turqi. Sigurisht kështu kaq bukur si ti përshkrove në periudha të caktuara historike, 13 milionë gjysmë shqiptarë që janë integruar totalisht në jetën e Republikës së Turke.
Dhe ashtu siç ti e përshkrove me ato mahallat e vogla që linin në Shqipëri, të njëjtën kulturë, traditë dhe mënyrë jetese kanë zgjedhur të bëjnë edhe në Turqi, a janë integruar tërësisht ata në jetën turke, si perceptohen ata nga turqit? Me këto zakonet dhe traditat e tyre. Neve jemi shqiptar, 100% shqiptar, dhe asnjëherë nuk e kemi harruar. Për shembull, unë kam lindur këtu, brezi i tretë jam, vetëm neve me zakonet, me traditat kemi jetuar, dhe jo vetëm për mua, për të gjithë shqiptarët që jetojnë nga të gjithë anët e Turqisë, ndjejnë veten shqiptar, edhe neve shqiptarët njëri tjetrin asnjëherë nuk e ndajmë, shqiptari i Kosovës, shqiptari i Maqedonisë, shqiptari i Çamorisë, shqiptari i Sanxhakut, asnjë vend nuk i ndajmë. Kush e ndjen veten që jam shqiptar, kur do herë atë e marrim edhe kur do herë e kemi me kujdes, sepse me njëri tjetrin bashkohemi, sepse bashkimi e bën fuqinë kur do herë. Neve vërtet shqiptarët jemi në brumën e Turqisë. Vetëm jo në parandorisë të Osmanëve. 500 vjetë kemi një lidhje bashkë, vetëm me të mirat, me të ligat, vetëm neve jemi më i vjetër i Evropës, populli, neve jemi i lirë, neve jemi pellask, historinë mirë e dimë, neve kemi ardhur mirë e dimë, edhe në Turqi kemi dhënë 33 sadrazam, pashallar, vezirët që e kanë drejtuar Turqinë, jemi në brumën e Turqisë, kur do herë këtë i themi, edhe pas është themeluar Republika nga Mustafa Kemal Atatürku, edhe atëherë që kanë marrë pjesë shqiptarët nga të gjithë zonat, nga të gjithë statutët, edhe ndalë me sukses. Edhe neve kur do herë këtu veten nuk e ndjejmë si një minoritet. Neve jemi në themelin e Turqisë, kur do herë ashtu themi, edhe Turqia shqiptarët ashtu nuk i shikon si vëllezër tanë, sepse kur do herë na kanë respektuar edhe në kohën e jetës tonë me arsimin, ose me punën, me ushtrinë, kemi ardhur në të gjithë status me një nivel shumë të lartë. Edhe këto, kështu të them, këto që i kemi bërë këtu, me krenari i kemi bërë, asnjëherë nuk e kemi harruar emrin shqiptar, kur do herë në cilë vend që kemi hyrë, i kemi thënë, neve jemi shqiptar, me fjalën e turpëve, neve biz Arnautës, neve jemi Arnaut. E kuptoj, kështu që ju ndiheni mirë, sepse është shumë e dukshme dhe nga mënyra se si ti po e përshkrua në jetën tënde. Ti për shembull the që je brezi i tretë i shqiptarëve në Republikën Turke dhe e flet shumë mirë gjuhën shqipe, e flet pastër, ke ruajtur traditën, trajtat e të përdorurit të gjuhës shqipe me një gramatik të mirë, pavarësisht të ndikimit që ke nga gjuha e përditshme turke që përdor në jetën tënde të përditshme. Dhe çfarë unë kam interes të di, këtë pyetje u kam bërë të gjithë atyre përfaqësuesve që kam patur në lidhje të drejtë për drejta si përfaqësues të diasporës tonë edhe në Itali dhe në Greqi. Si e ruani gjuhën shqipe tek të rinjt, tek fëmijët, tek ata që do të trashëgojnë brezat e rinj, sepse është e vështirë në kohët e sotme kur ata komunikojnë kryesisht në gjuhë të huaja, kanë këtë përzierje në fjalëve ndërkombëtare që përdoren gjerësisht në fjalorin e tyre të përditshëm kur komunikojnë me bashkëmoshatarët. Vërtet to ta ndjesh, neve e ndjejmë Shqipërinë, me Shqipërinë jetojmë, ditën atë me Shqipërinë jetojmë. Fakti që je sot në radio televizionin shqiptar, duket që ti me Shqipërinë jeton, dhe kjo më gëzon. Vërtet ashtu, asnjëherë nuk jemi ndarë, kur do herë jemi aktiv, edhe në Shqipëri vim, edhe njerëzit që na vinë nga Shqipëria, takohemi, bashkohemi këtu. Gjuhën e kam mësuar nga gyshja. Nuk ishte shkollë në Stamboll, shkollë shqiptare. Vetëm më përpara në 1908, në 1912, vetëm në këtë kohë, 5 shkollë, 5 zonës të Stambollit, 5 shkollë shqiptare kishte, vetëm nuk janë ruajtur edhe është humbur. Kjo është një humbje shumë e madh, pandaj vetëm për këtë moment shkolla zyrtare nuk ka, disa kurse gjuha shqipe japet, ose nga shokjatat, ose nga
mini bashki të shtetit, edhe po të mbledhesh më të pak të 20 student, atëherë në shkollat e Turqisë, 1 orë ose 2 orë në javë ose në muaj, japin një shqipje, vetëm nuk ka mundësi sepse shqipja është shumë një gjuhë e vështirë, gramatikën, çdo gjë me alfabetin duhet shumë të punosh. Me shkronja latine, çdo gjë e bukur është e vështirë. Bora, çdo gjë e bukur është e vështirë. Dhe shqipja është vërtet një gjuhë shumë e bukur, por shumë e vështirë. Një gjuhë e rrallë indo-europiane. Patjetër, ashtu, edhe pandaj kur doherë neve jemi aktiv, edhe ki mos e harojmë ose të jemi aktiv, edhe me libra ose me kanalet shqiptare ose me gasateliti i shpërndë, edhe familja i digjon me këngë, me valle, ose me telenovelat, ose me filmat. Juve një jetu të them, me atë filmin General Gramofonin kam jetuar, sepse jo 10 herë, 20 herë, më të pak të 50 herë kam shikuar, vetëm ajo edhe shumë filmat, serialet shqiptare, edhe ato i kemi ndjekur. Kështu që për të gjithë shqiptarët që janë në Stamboll duke na ndjekur, shpresoj në këto momente, sepse jeta sigurisht edhe për shkak të ndryshimit të kohës që ne kemi të orës me Turqinë, shpresoj që e shfrytëzojnë platformën e radio televizionit shqiptar në valët satelitore për të ndjekur programet tona në gjuhën shqipe, muzikën, këngët, vallet, filmat me gjuhën shqipe, siç ti përmende pak më herët. Bora, të pyes pak, cili është roli i shoqatave në Turqi për të luajtur rolin e urës lidhëse, përveç se veç shqiptarët janë një urë lidhëse mes Turqisë dhe Shqipërisë, por ju si shoqata, cili është kontributi juaj? I shoqata, neve e kemi themeluar me idenë Fanolit, me idenë Skënderbeut, me idenë baballarët të kombit, sepse neve themi jemi shqiptar, kjo është një krenari, flamuri Kukjezi, për neve është një shembull i madh, neve ku të jetojmë, jemi atje, edhe në Turki, populli turk, më turk jemi, kur ka nevoj, vetëm neve jemi shqiptar, edhe kemi punuar për çdo gjë, edhe kemi arritur me sukses, nga çdo gjë, edhe me punën, edhe me artin, edhe me çdo anëse në Turqisë, edhe na kanë respektuar, kur dhe edhe po na respektojnë, për këtë moment urdhëroni. E kuptoj. Bora Zukali, falenderit shumë që ishte sot në Radio Televizionin Shqiptar. Ishte shumë kënaqësi biseda me ty, për të marrë një copës Shqipërie nga këtu për t'ja u sjellë nëpërmjet valve të Radio Televizionit Shqiptar drejt Stambollit ku ti jeton, dhe i përshëndes familjen tënde dhe ty për të patur një kohë të mbarë dhe një kohë të mirë në vazhdimsi, dhe ju përgëzoj për kontributin që jepni si shoqata Vatra për shqiptarët e Turqisë që të qëndrojnë të lidhur, të përditësuar, jo vetëm me gjuhën, me zakonet tona, por t'ja përçuar atë edhe të rinjve dhe brezave që vinë. Të uroj ditë të mbarë. Edhe unë si themeluesi i shoqatës Vatrës, edhe si me titull ambasador i kombit, jam aktiv vetëm me të gjithë diasporën, me të gjithë summitit, edhe ishe bashkë me vëllezërit Arbëresh, kemi komunikuar, jo vetëm në Turki, me shumicën jemi lidhje në diaspora. Se jam në sekondat e fundit, Bora, të uroj shëndet dhe punë të mbarë dhe ditë të mbarë në vazhdimsi, shpresoj që do të kemi sërish në programin Mirëmëngjes Shqipëri për të bërë lidhje të tjera. Eci më tej të nderuar teleshikues. Në programin tonë nuk flasim vetëm për informacionin, vetëm për të sjellë ato rrënjët e shqiptarëve kudo ku janë, siç është një detyrë e Radio Televizionit Shqiptar për t'i përfaqësuar të gjithë në këtë ekran të vogël, por që është i madh se ka vend për të gjithë, por flasim pak edhe për informacionin e dobishëm ditor. Fundja ky është qëllimi i programit Mirëmëngjes Shqipëri, të sjellë informacion por dhe t'ju argëtoj. Eci më tej sepse do të keni një rubrikë shumë interesante, si të kujdeseni për veten.